Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka komentuar zhvillimet e fundit lidhur me procesin e rinumërimit të votave në Tiranë, duke theksuar se ky nuk është një vendim i strukturës së PD-s, por një kërkesë drejt për drejt e kandidatëve të opozitës. Çështja e numërimit të votave është kërkesë e kandidatëve e mbështetur nga Partia Demokratike për transparencë. Më duket se, të paktën kjo është e pesta herë që para ju sqaroj. Nuk është një kërkesë primare e Partisë Demokratike. Jo dhe jo. Këtë të qartë çdo njeri. Kërkesa e Partisë Demokratike ka të bëjë me legjimitetin e zgjedhjeve. Dhe unë mund të them se tre janë linjat kryesore të kontrollit që ne bëjmë. E dyta janë administrimi i qendrës votimit, administrimi i kutisë votimit, i materialeve të votimit, proces verbaleve të votimit. Dhe e treta janë plotësimi i kërkesave të kandidatëve tanë që kanë pretendimet e tyre dhe ne nuk mund mos mbështesim transparencën. Ai bëri të ditur se Partia Demokratike i ka nisur ndërkombëtarëve një raport të detajuar për zgjedhjet parlamentare, ndërsa ky dokument ende nuk është përfunduar. Por në tërësi është gati. Domethënë, po ndiqet kjo praktik. Në qoftë se po e marr pak me arbitraritet shifrën, në qoftë se është i përfunduar në masën 95% e tij, 95% e tij është dërguar pranë institucioneve që vëzhguan zgjedhjet. Është dërguar. Pastaj kjo do kompletohet dhe dërgohet si libër, por kjo është arsyeja. Në daljen e tij të parë publike, pasi mungesë disa ditore, Berisha akuzoi deputetin e sapo zgjedhur socialist në Durrës, Arkend Balla, për lidhje me grupe kriminale, duke theksuar se ai është një figurë që përfaqëson sipas tij bashkëpunimin mes politikës dhe bandave. Është bërë i njohur, i famshëm, përfaqësuesi i kartelit Troplini, kartelit më të madh të kokainës në Europë pas postimit nga vendet të tjera dhe zotrimit nga ky kartel i portit të Durrësit. Përfaqësuesi i këtij karteli dhe Edi Rams, Arkend Balla, i parashikuar si ministër i brendshëm, njeriu që mori 5200 vota më shumë se Edi Rama në qarkun e Durrësit, është i lidhur shpirt dhe xhep me këtë kartel. Në fund të fjalës së tij, kryedemokrati shpjegoi arsyeën e mungesës disa ditore në publik. Kisha një gjendje virale e cila kaloi pa asnjë ndërlikim të veçantë. Kjo është. Pra, edhe një herë, dy standarde.